Nuk e di për çfarë bullizimi është fjala, por di këtë që humori është patjetër një gjë shumë serioze dhe është pjesë e mënyrës komunikimit. Dhe e përsëris, siç thash edhe më parë, unë nuk shaj, nuk leh, më sakt, nuk i them kundërshtarit as mafios, as kriminal, as hajdut, as i till, as i atij, sepse këto janë akuza penale. Dakord? Edhe janë brutalitete për rrugeçër. Nuk janë mënyrë komunikimi në publik. Po natyrisht që unë kam mënyrën time për të mos i lënë kusur kundërshtarëve. Kështu që ata që ndjehen të bullizuar nga satira, duhet ta llogarisim pak se si duhet të ndjehet dikush që vihet në mënyrë të vazhdueshme në shënjestër me të gjitha fjalët më të ndyra të shqipes dhe me brutalitetet më të mëdha të shqipes. Bëni një llogari të vogël në këtë drejtim dhe shihni si u del.